i kemi bërë gjithë shka për një proces të ndershëm zgjedhor. E keni dëgjuar dhe pap ju kërkoj ju, që gjerë momentin e fundit, ligjin dhe vetëm ligjin. Ne jemi parti e shtetit ligjor, nuk tërhiqemi, por ne kur, mandat mi krimin nuk pranojmë. Se do ishte tradhtia më e madhe, ndaj këtij kombi dhe ndaj këtij vendi. Cili do që mendon se ne nuk kemi të drejtë, e ftojmë të njihet me dokumentat. Cili do që mendon se opozita më tha mua një majtist i pa korrigjueshëm në Strasburg, ti tha po kërkon të delegjitimosh Edi Ramën, dhe ky ishte një mik i Ilir Mec. Ky i majti. Dhe kur i tregova unë zvarritjen, edhe goditje Ilir Mec në rrugë, i thash, po ti e ke mik të mor, çfarë delegjitimimi? Po ky delegjitimon vetë, thash. Po cili do, ne kemi durim, cili do që me ndonë se mund të shes krimin elektoral shqiptarëve për legitimitet, gjysmë milionin shqiptar do kërkojnë drejtësi për procesin zgjedhor. Atë që bën me votën e diasporës është dhe më shëmtur, edhe më shëmtur, të para fabrikuar, të para mbushura, nga një dorë, nga një penë, nga një kuti. Çfarë del aty është jashtë çdo lloji imagjinate. Vota 90% si në Korenë e Veriut për Partinë Socialiste. E tjerë. Pra, misioni është sot më jetik se kur. Dhe ne do ta përmbushim misionin tonë. Unë kam besim të madh se qëndrimi ndaj këtyre zgjedhjeve, si i shqiptarëve ashtu dhe i komunitetit ndërkombëtar, do bazohet në vlerësimin e parimeve ndërkombëtare dhe të kodit zgjedhor të Shqipërisë. Vëzhgosit, ambasadori Zanieri, përfaqësuesi i Parlamentit Evropian, koordinatori Galer, përfaqësues të tjerë, i thanë fjalët e tyre. Edhe dy komisionerët, me gjuhë diplomatike, de facto, pranuan plotësisht se në zgjedhje u ndesh shteti elektoral me partinë politike, po që në këtë moment ato nuk janë zgjedhje, po janë farsë. Në qoftë se shteti elektoral ndeshet merr pjesë në zgjedhje, ajo quhet farsë elektorale dhe jo zgjedhje të vërteta.